Dhe punët janë të dukshme. Punët janë dukshme, zonjë e zotrinj. Ne jemi për sipërmarrjen e lirë. Ne jemi për fermerët që duhet t'i themi të lumshin krah dhe të vaf puna mbar, sepse janë programet e kësaj qeverie të Partisë Demokratike që kanë subvencionuar kulturat veçanta bujqësore dhe janë jo pak, po 4.000 fermer në qarkun e Beratit që ka marrë subvencione. Ka që ishte mundur të bëjë dhe nuk ishte pak. Por 4 vitet e ardhshme ne duam që ato t'jenë 8.000 fermer dhe 12.000 fermer dhe subvencionit të 2 fishohet dhe 3 fishohet. Ky është premtimi ynë, ky është angazhimi ynë. Çfarë kemi përballë? Partinë Socialiste dhe Edi Ramën që sa herë ne votonin buxhetin për subvencionet bujqësore, ata votonin kundra. Sa herë që ne votonin buxhetin për dyfishimin e rrogave të arsimtarëve, Edi Rama urdhëronte deputetët votonin kundra. Dhe nëse ne angazhohemi të dyfishojmë dhe të rrisim mëtej deri në 700.000 lekë vjetra rrogat e arsimtarëve, përsëri Edi Rama do mbetet në opozitë dhe po t'jetë ai kryet PS-s, jam i sigurt do votoj kundra, po nuk ka që bëm, se nuk na ndalon dot. Dhe njëjta gjë ka ndodhur edhe me rrugët. Po ndërtohet rruga Berat, Urvaj Gurore, Poshnjë e Lushnjë. Me buxhetin e shtetit që ne kemi miratuar në kuvend si përfaqësuesi tuaj direkt, që Edi Rama e votoi kundra. Faleminderit. Për të lindur fëmijët e tyre në janar, në kohën më të keqe dhe në munguar dhe rastet ku kanë lindur dhe në qere e rrugës Bili Qerë. Në mbështetje këtyre deputetëve, ajo rrugë është bërë një rrugë shumë e mirë, populli Gora çfarë po bëhet atje. Po kështu, pistat për ata dhe ndërtova një administrat dhe të vazhdoj të para. Ju faleminderit të gjithëve. Zotja dhe kërkohje të një Perëndi. Faleminderit shumë. Faleminderit. Votoni numri 44.